që nga dita kur mora përgjegjësinë për ta udhëhequr këtë mision, kam besuar se agjencia nuk duhet të jetë vetëm mision që administron procedura. Agjencia duhet të jetë një mision që krijon besimin e qytetarit në institucionet e Republikës së Kosovës. Jo një mision që ndërshkon, por që parandalon. Një mision që udhëheq me shembull, një mision modern, me një filozofi që kemi punuar gjithë këtyre viteve. Kemi përshpejtuar transformimin digital, kemi zgjeruar shërbimet elektronike, kemi rritur transparencën, kemi forcuar mekanizmat për deklarimin e pasurisë, për sinjalizimin, për konfliktin e interesit, për dhuratat zyrtare, për mbrojtjen e sinjalizuesve, për vlerësimin e rrezikut kundër korrupsion. 20 vjet janë dëshmi e pjekurisë së një institucioni, por kur misioni është mbrojtja e interesit publik, çdo vit është një provë në vete. Sepse korrupsioni nuk pushon kurrë. Ai ndryshon formë, kërkon rrugë të reja dhe përpiqet të deportojë aty ku institucionet dobësohen dhe ku vigjilenca zbehet. Korrupsioni nuk vjedh vetëm paranë publike. Ai vjedh mundësinë, ai e vjedh drejtësinë, e vjedh edhe besimin. Dhe kur qytetarët humbin besimin se ligji vlen njësoj për gjithë, humbet shumë më tepër se sa një procedurë administrative. Pra humbet ajo që për ne është shumë e rëndësishme, e që është besimi i qytetarëve në institucionet e Republikës së Kosovës.